Kuvendi Maqedonisë së Veriut miratoi vendimin për formimin e Komisionit Hetimor për përcaktimin e rrethanave në veprimin e institucioneve për tragjeditë dhe fatkeqësitë në vend. Formimi i Komisionit Hetimor i propozuar nga VMRO-DPMN, Lëvizja Znam dhe Koalicioni Vlen u votua nga 84 deputet pas një vot kundër dhe të përmbajtur, ndërsa do të fokusohet në tragjeditë në Koçan, spitalin modular, aksidentin e durmotursit në Laskarc dhe aksidentin e Besa Transit në Bullgari. Deputeti i VMRO-DPMN Antonio Miloshovski gjatë elaborimit të këtij propozimi tha se komisioni ka për qëllim të konstatojë të gjitha lëshimet për tragjeditë e periudhës së kaluar që rezultuan me viktima njerëzore. Me që rast, gjetjet e marra do t'i dërgohen mëtej qeverisë dhe prokurorisë publike në mënyrë që të identifikohet nëse ka përgjegjësi politike dhe penale. Qëllimi i një komisioni të tillë hetimor është që të shqyrtojnë të gjithë lëshimet dhe unë mendoj se këto tragjedi, të cilat u paguan me jetë njerëzish të pafajshëm, kanë një emërues të përbashkët. Në të gjitha 4 aksidente tragjike vërehet një ndërthurje lëshimesh nga shumë institucione, mos funksionimi një pjesë të madhe të sistemit dhe drejtues institucionesh që kanë krijuar një kurth të rrezikshëm për të gjithë këto 4 ngjarje, në të cilin fatkeqësisht humbën në mënyrë të parikuperueshme 138 jetë njerëzish. Qëllimi është gjithashtu që çdo gjetje që do të arrihet të dërgohet te qeveria dhe të prokuroria, të cilat mund të ndihmojnë në identifikimin e përgjegjësisë politike dhe asaj penale. Ndërsa deputeti i Aleancës për Shqiptarët Ilire Dauti tha se të gjitha këto tragjedi janë pasojë e korrupsionit sistematik dhe për këtë kërkoi që të adresohet drejt përgjegjësia e institucioneve dhe individëve. Në të gjitha këto raste dhe tragjedi që kanë ndodhur, një gjë është e vërtetë. Institucionet kanë qenë aty, faktori njeri, dora njeri ka qenë aty, por si ka qenë? Ka qenë duke mos vepruar. Ka qenë me lëshime, me mosveprim, me nënshkrime të padrejta, me inspektime të munguara apo të pambaruara, me tolerime të qëllimshme, me nënshkrime të dhëna pa verifikim, me mbyllje sysh përballë bizneseve të paregjistruara e kështu me radhë. Prapa të gjitha këtyre fshihet një zinxhir përgjegjësish njerëzore që bashkë me institucionet shtetërore kanë qenë aty, por nuk kanë vepruar. Paraprakisht iniciativë për komision hetimor në lidhje me tragjedinë në Koçan kishte dorëzuar edhe LSDM-ja, Levica dhe BDI, por kuvendi nuk e miratoi iniciativën e tyre. Kryetari i grupit parlamentar të LSDM-s Oliver Spasovski në reagimin e tij akuzoi shumicën parlamentare se nuk vlerëson në mënyrë të barabartë çdo iniciativë të paraqitur nga përfaqësuesit dhe propozuesit e tjerë. E gjithë kjo është dëshmi se pohimet tona të drejtanishme, se pushteti aktual i friksohet së vërtetës për Koçanin, u vërtetuan edhe në praktik. Megjithatë, LSDM-ja dhe besoj edhe kolegën nga opozita do të vazhdojnë të luftojnë për drejtësinë, të luftojnë për të vërtetën, të luftojnë për të gjithë qytetarët që janë të prekur në këtë rast. Por VMRO-DPMN mohoi këtë akuzë duke thënë se ata janë të parët që dëshirojnë zbardhjen e këtyre rasteve dhe çdo person që ka qenë i përfshirë të mbajë përgjegjësi qoftë ligjore apo politike.